e komunikacionit Nol Dedaj. Mirëmëngjes, Nol, faleminderit që jemi ne. Faleminderit edhe për ju shgojnë shumë, mirëmëngjes. Kemi pra gjithsej 86 viktima në vetëm 9 muajt e parë të këtij viti. Cilat janë sipas ju shkaqet kryesore që përnaqojnë në këto aksidente fatale? Në qoftë se i përfshimin në përgjithësi do të thotë për janarit edhe deri sot, atëherë ne do të çekim vetëm faktorët e cilët ndikojnë drejt për drejt në aksidentet e komunikacionit dhe përmes elementeve të tyre. Ato janë faktori njeri, pastaj faktori automjet, faktori rrugë, faktori komunikacioni rrugor, faktori incident. Edhe pikërisht janë këto 5 faktorë të cilët drejt për drejt ndikojnë si shkaktar të aksidentit përmes elementeve të tyre. Edhe kjo ne na bën pak më shqetësuese për shkak se edhe qeveritë tona, edhe qeveria që është në shkumje, absolutisht nuk është marrë fare me mosat preventive apo edhe identifikimin e elementeve të faktorëve të cilët ndikojnë ose të cilët i kanë shkaktuar këto aksidente. Qartë, Noli, nga 75 aksidente me fatalitet 29 ka qenë vetë aksidente. Çfarë tregon kjo për sjelljen e shoferëve në komunikacion? 29 aksidente. Gjë shumë interesant se vetë aksidente. Si vetë aksidente ne kemi gjithë vendin për emrin, por nuk ka vetë aksident e konsiderojmë. Për të paktën jo me një vetur tjetër, por vetë aksident duke goditur qoftë ndonjë mjet tjetër apo duke u rrotullisur, jo duke i bërë dëm veturave të tjera në komunikacion. Ne konsiderojmë aksident i cili aksident e quajmë në qoftë se një automjet lëviz në trajektorë të lëvizjes dhe gjatë lëvizjes shkakton dëm të vogël ose të madh material. Po këto tjerat që nuk i shkaktojnë veturave të tjera apo vetvetes. Ajo që më shumti kemi problemin të këto lloje të aksidenteve kemi të bëjmë me faktorin njeri. Mos harroni, në qoftë se na e analizojmë pak ose në qoftë se i fusim edhe i analizojmë këto aksidente, ka më na dal faktori njeri përmes elementeve të tina, sikur se është shpejtësia. Pastaj edhe elemente tjera në ndikimi i alkoolit ose elementeve tjera që ndikojnë drejt për drejt. A ka të bëjë kjo dhe me mënyrën se si shoferët po pajisen me patent? Me përvojën e tyre, me vetdijen e tyre, me njohuritë që kanë për shenjat e komunikacionit, për rrugët që mund të jenë më të rrezikshme? Me qenë se unë i selektova faktorët që ndikojnë drejt për drejt, ajo që është njohurit mbi sigurinë e komunikacionit rrugor është faktori 4, i cili shpesh herë edhe ndikon, por nuk mund të marrë deri te fataliteti në qoftë se nuk e ka shpejtësinë e madhe. Pra na mujt me bën një gabim për shkak të mos njohurive tona për sigurinë e komunikacionit rrugor, por aksidentin e shkakton shumë të madh ose e shkakton shpejtësia e lëvizjes. Edhe ajo është më shqetësuese tona se sa me kërku për shembull të njohurit. Mos harroni faktori njeri nuk është i qëndrueshëm. Do thotë ai mundet me kon ai mundet më kon për momentin edhe jashtë sistemit, në qoftë se kemi të bëjmë me sistemin nervor ose në qoftë se kemi të bëjmë me fjetën, paxhumsinë, alkoolin, disa droga të lëshme në komunikacion, por këto janë ato elemente të cilat neve na shqetësojnë shumë a shumë krahasim me ato. Qartë. Mirë, pra, Noli, cila është kategoria që më së shumti përfshihet në aksident, meqense se përmendet edhe ju shpeshherë edhe ndikimin e alkoolit. Të rinj, shoferët pa përvojë apo ata që vozisin në ndikim të alkoolit? Po, të fataliteti më shumë të kemi prej moshës 18 deri në moshën 29 vjeçare. Për fatin të keqin, kjo është mosha që auto na përfundon në fatalitet. Sigurisht se edhe to aksidentet e përgjithshme se shkaktohen pikërisht është edhe që kjo moshë. Do të thotë po të kalohet edhe ajo mosha tjetër mbi 29 vjeçare që shpesh herë nuk i kemi edhe aksidentet me fatalitet. Po të fatalitetet, të aksidentet e rëna, pra po flas me ku ndikohet shpejtësia e lëvizjes, është mosha prej 18 deri në 29 vjeçare. Edhe pse na dim se si vjet kemi pas edhe me fatalitete, edhe në moshën 15, 16 edhe 17 vjeçare, që këto raste për fatin të keqen janë jashtë procesit edukativ, sa i përket sigurisë në komunikacionit rrugor, edhe kjo është pastaj problem shtetënor, i cili nuk mirret me problemin e adoleshentëve
ose edhe personave në pubertet të cilët të kanë një energji të jashtëzakonshme për me drejtu automjetin, po ata nuk kanë një njohuri të mjaftueshme për sigurinë e komunikacionit rrugor dhe pikërisht na ndodh ajo që ato na ndodh. Noli, me qenë se edhe jemi drejt fundit të kësaj bisede, për fund doja një mesazh nga ju apo një vedisim që mund t'ua thot qoftë qytetarëve apo institucioneve, një ekspert i komunikacionit, çfarë ndryshime duhet të bëhen në mënyrë që shifrat e viktimave të mos përsëriten vitin e ardhshëm, as në këtë pjesë të vitit që na ka mbetur as asnjëherë më parë? Guxhe, për fatin tonë të keqen, institucionet për mosat preventive dhe për hulumtimin nuk janë të krijume. Kosova nuk ka ligj të sigurisë, Kosova ka Ashtë ko alarmuse, këto shifra, këto viktima në trafik, a janë alarm që duhet me njerë të intervenojë dhe shteti i institucionet? Po, alarmuse janë jashtëzakonisht se numri të vdekurve në tetor ka kalu 90-shin. Jemi dikon të ka 92-shi, ka 93-shi, personave të vdekur në aksident. Jo se është alarmuese, për kjo duhet mushu komplet shtetin kam edhe me kriju institucion, me kriju strategjin, me kriju institutet për hulumtimin edhe agjencionin e sigurisë për masat preventive. Na nuk jem kërkaheq. Unë e prapë jo thamë, drejtuesit të automjetit është në mshirën e vetes, të cilët duhet me drejtu automjetin në mënyrë sigurt në bazë të kushteve. Një policia e Kosovës e cila nuk ka mundësi teknike të merë masat për krejt teritorin e Kosovës për shkak se i kemi një 600.000 drejtues të automjeteve. Pikërisht është ajo që shteti përmes institucioneve përkatëse duhet me ndërhyjmë me njëherë krijimin e strategjisë, institutet për hulumtimin edhe ajo. Edhe çak bara mas një viti ose 2 vite nuk mund me pa rezultate. Ajo është fatkeqësia më e madhe. Sa më shumë ta shtyjmë për krijimin e këtyre institucione, na do të kemi edhe viktima dhe më shumë në komunikacion. Noli, të faleminderit shumë që kënë të ardhur sot, minuta